Të kuptuarit e trupit ton është shpesh çelësi për të zgjidhur problemet që mendja nuk i kontrollon dot vetë. Jetojmë në një epokë ku ritmi i jetës është i jeshëm, ku zhurma e jashtme përputhet me zhurmën e brendshme të mendimeve tona, dhe ku qetësia është bërë një luks i vështirë për t'u arritur. Shumë prej nesh kalojnë orë të tëra duke u rrotulluar në krevat, me syt nga tavanet, ndërsa ankthi i ditës që kaloi dhe frika për ditën që po vjen krijojnë një lloj paralize emocionale. Në këtë kontekst, ekziston një teknikë e lashtë, e rënjosur në urtësinë e mjekësisë orientale, e cila ofron një rrugdalje të shpejtë dhe pa kosto. Nuk bëhet fjalë për ilaçe, as për pajisje të teknologjisë së lartë, por për diçka që e kemi pasur gjithmonë me vete, duart tona. Anatomia e qetësisë, pika shemen. Në dorën tuaj, pikërisht aty ku kyçi bashkohet me shuplakën, ndodhet një portë energjetike që në akupresur njihet si pika e portës së shpirtit ose shemen, HT7. Kjo pikë nuk është thjesht një vend në lëkurë. Ajo është një lloj butoni rregullues për sistemin ton nervor. Kur jemi nën presion, sistemi ynë nervor simpatik aktivizohet, duke na mbajtur në gjendje lufti ose ikje. Duke ushtruar presion në këtë pikë specifike, ne sinjalizojmë trurin të aktivizojë sistemin parasimpatik, i cili është përgjegjës për relaksimin dhe rigjenerimin. Si ta realizoni metodën hap pas hapi? Për të përfituar maksimalisht nga kjo teknikë, nuk mjafton vetëm shtypja. Duhet një qasje e vetëdijshme. Gjetja e pikës. Drejtoni pëllëmbën e dorës drejt fytyrës. Ndiqni vijën e gishtit të vogël poshtë drejt kyçit, pikërisht në anën e brendshme të kyçit. Në fund të asaj vije, do të ndjeni një gropës të vogël pranë tendinit. Përgatitja. Merrni një frymarrje të thellë me hund dhe nxirreni ngadalë me gojë. Kjo përgatit trupin për të pranuar stimulimin. Presioni. Përdorni gishtin e madh të dorës tjetër për të ushtruar një presion të lehtë, por të qëndrueshëm. Mund të bëni lëvizje të vogla rrethore. Kohëzgjatja. Mbajeni këtë presion për 30 deri në 60 sekonda. Gjatë kësaj kohe, përpiquni të mos mendoni për asgjë tjetër, përveç ndjesisë së gishtit mbi lëkurë. Pse funksionon kaq shpejt? Magjia, ose më saktë, shkenca, pas kësaj metode qëndron te lidhja nervore. Stimulimi i kësaj pike ndikon drejt për drejt në uljen e rrahjeve të zemrës dhe rregullimin e kortizolit, hormonit të stresit. Kur kortizoli ulet, trupi e ka më të lehtë të prodhojë melatonin, hormonin që na bën të flemë. Për shumë njerëz, efekti është i menjëhershëm, një lloj vale qetësie që përhapet nga kyçi i dorës drejt gjoksit dhe kokës. Ankthi humbet fuqinë e tij, sepse trupi sapo mori komandën fizike për t'u qetësuar. Praktika e përditshme. Kjo metodë nuk duhet rezervuar vetëm për momentet e krizës. Ju mund ta përdorni para një takimi të rëndësishëm, kur jeni të bllokuar në trafik dhe ndjeni irritim, dhe sigurisht pasi jeni shtrirë në krevat dhe dritat janë fikur. Shënim i rëndësishëm. Edhe pse kjo teknikë është jashtëzakonisht efektive për lehtësimin e përkohshëm të simptomave të ankthit dhe pagjumësisë, ajo është një mjet ndihmës. Nëse ankthi juaj është kronik ose pagjumësia bëhet shqetësuese, është gjithmonë mirë të konsultoheni me një specialist. Trupi ka gjuhën e tij. Kur mësoni si t'i flisni asaj gjuhe përmes prekjes, ju bëheni zot i qetësisë suaj. Për të kuptuar pse kjo pikë specifike në kyçin e dorës ka një pushtet aq të madh mbi gjendjen tonë emocionale, duhet të zhytemi pak më thellë në atë që shkenca moderne e quan boshti zemër-trup. Edhe pse mjekësia tradicionale kineze e ka quajtur këtë pikë HT7 prej mijëra vitesh, sot neurologjia konfirmon se stimulimi i kësaj zone dërgon sinjale elektrike përmes nervit ulnar direkt në korteksin cerebral. Kur ju shtypni këtë pikë për 30 sekonda, ju nuk po bëni thjesht një veprim fizik. Ju po bëni një hacking të sistemit tuaj nervor. Biokimia e një kyçi të shtypur. Në momentin që gishti juaj ushtron presion, trupi reagon duke lëshuar endorfin, të cilat janë qetësuesit natyral të dhimbjes dhe stresit. Por më e rëndësishmja është ndikimi te GABA, acid gamma aminobutirik. Ky është neurotransmetuesi kryesor frenues në trurin ton. Detyra e tij është të fikë eksitimin nervor. Ankthi është si një makinë që i ka mbetur gazi i shtypur në maksimum. Pika shemen vepron si frena e dorës që e ndalon këtë proces, pa pasur nevojë për ndërhyrje kimike të jashtme. Ritualizimi i procesit. Pse 30 sekonda? Shumë njerëz gabojnë duke provuar teknikën për vetëm 5 sekonda dhe, kur nuk ndjen gjë, dorëzohen.
Koha prej 30 sekondash është kritike për dy arsye. Përshtatja nervore. Duhen rreth 15-20 sekonda që receptorët e prekjes, mekanoreceptorët, të dërgojnë sinjalin e mjaftueshëm në trungun e trurit për të nxitur një përgjigje relaksuese. Fokusimi mental. Mbajtja e presionit ju detyron të përqendroheni te trupi juaj. Ky përqendrim ndërpret ciklin e ruminimit, ato mendimet e përsëritura negative që ushqejnë ankthin. Detajet që bëjnë diferencën. Nëse jeni shtrirë në errësirë dhe po përpiqeni të vini në gjumë, provoni ta kombinoni shtypjen me metodën e frymarrjes 4-7-8. Merrni frymë për 4 sekonda ndërsa filloni shtypjen. Mbajeni frymën për 7 sekonda duke mbajtur presionin e fortë. Nxirreni frymën ngadalë për 8 sekonda duke e lëshuar presionin gradualisht. Ky sinkronizim mes prekjes dhe frymarrjes krijon një lloj stuhje të përsosur qetësie. Musujt e qafës fillojnë të lëshohen, rrahjet e zemrës stabilizohen dhe ajo ndjesia e shtrëngimit në gjoks, karakteristike për ankthin, fillon të shpërbëhet. Se dora e majt apo e djathta, në akupresur, shpesh thuhet se dora e majt është më e lidhur me anën emocionale dhe zemrën, ndërsa e djatha me veprimin dhe anën logjike. Për ankthin dhe gjumin, rekomandohet të filloni me dorën e majt. Megjithatë, trupi i çdo njeriu është unik. Nëse pas 30 sekondash në dorën e majt, nuk ndjeni një çlirim të plot, kaloni te dora e djathtë. Shpesh, njëra anë është më e ndjeshme se tjetra në momente të caktuara të ditës. Miti i gjumit të menjëhershëm. Duhet të jemi realist. Kjo metodë nuk ju fik si një pajisje elektronike në sekondën e parë, por ajo përgatit terrenin biologjik. Ajo heq pengesën më të madhe të gjumit, vigjilencën e tepërt. Kur truri juaj ndihet i sigurt fal stimulimit të HR7, ai e jep lejen për të kaluar në fazat e gjumit të thellë. Përveç pikës shemen, trupi ju fsheh edhe disa stacione të tjera që, kur kombinohen, krijojnë një efekt zinxhir qetësie. Nëse pika në kyç është butoni i fikjes së ankthit, pika që ndodhet në mesin e parakrahut është rregulatori i volumit të mendimeve tuaja. Pika P6, Neiguan, paqja e brendshme. Kjo pikë ndodhet rreth 3 gisht gjersi mbi kyçin e dorës, në mesin e parakrahut, mes dy tendinave të mëdhenj që mund t'i ndjeni kur shtrëngoni grushtin. Pse është e rëndësishme? Ndërsa shemen merret me rrahjet e zemrës dhe ankthin e menjëhershëm, P6 merret me atë ndjesinë e lëshimit në stomak dhe nauzen që vjen nga stresi. Si ta përdorni? Shtypni fort këtë pikë me gishtin e madh, ndërsa bëni frymarrje të thellë abdominale. Do të ndjeni një lloj nxehtësie që përhapet në krah. Ky është sinjali që qarkullimi i gjakut po stabilizohet. Shkenca e gjumit. Çfarë ndodh në tru gjatë 30 sekondave? Kur ju aplikoni presion në këto pika, truri fillon të prodhoj val alfa. Këto janë valët e trurit që shfaqen kur jemi të relaksuar, por ende zgjuar, ajo gjendja mes dy botëve, para se të bijem në gjumë të thellë. Ankthi, nga ana tjetër, karakterizohet nga valët beta të larta, të cilat janë valë të shpejta, analitike dhe shpesh kaotike. Stimulimi fizik i kyçit të dorës detyron trurin të bëjë kalimin nga beta në alfa. Është e pamundur biologjikisht që trupi të jetë në gjendje paniku dhe të ketë valë alfa të larta në të njëjtën kohë. Ju po e detyroni trurin të zgjedhë paqen, mjedisi dhe kimia e errësirës. Që kjo metodë të funksionojë në mënyrë magjike, duhet të keni parasysh edhe faktorët e jashtëm që mund ta sabotojnë atë. Drita blu. Nëse shtypni pikën shemen, por ndërkohë mbani telefonin në dorën tjetër, po dërgoni sinjale kontradiktore. Drita blu e ekranit thot është mëngjes, ndërsa shtypja e kyçit thot fli. Truri do të fitojë gjithmonë betejën vizuale. Fikni ekranet 15 minuta para se të aplikoni teknikën. Temperatura e trupit. Gjumë ndodh kur temperatura e brendshme e trupit bie me rreth 1 gradë. Një dush i ngrohtë para se të uleni për të bërë akupresurën ndihmon që ky proces të përshpejtohet. Kur duhet të bëheni ekspert të vetvetes, nuk ka një recetë që funksionon 101 lloj për të gjithë, sepse sistemi nervor i secilit është i akorduar ndryshe. Disa njerëz ndjejnë një përgjumje të rëndë menjëherë pas 30 sekondave, ndërsa të tjerë ndjejnë thjesht një kthjellim të mendjes. Nëse jeni tip mental, përqendrohuni te pika në kyç HR7. Nëse ankthi juaj është fizik, shtrëngim në stomak, përqendrohuni te pika në parakrah P6. Një sekret i vogël për mëngjesin. E dini që kjo pikë mund të përdoret edhe në të kundërt. Nëse zgjoheni të turbullt dhe me mjegull në tru,
Një shtypje shumë e lehtë dhe e shpejtë, jo e fortë dhe e gjatë, mund të ndihmojë në rritjen e vigjilencës pa shkaktuar stres. Është si një busull që ju mban në qendër. Përveç pikave në kyç, ekziston një sekret tjetër që shpesh anashkalohet: asimetria e qetësisë. Trupi ynë nuk është i ndërtuar në mënyrë perfekte simetrike në nivelin e reagimit nervor. Shumë njerëz zbulojnë se shtypja e pikës në dorën e majtë ka një efekt më sedativ, përgjumës, ndërsa dora e djathtë shërben më shumë për të fshirë mendimet obsesive. Lidhja mes akupresurës dhe serotoninës. Kur flasim për ankthin dhe gjumin, ne po flasim në fakt për kiminë e trurit. Serotonina është rregullatori ynë i disponimit, dhe ajo është paraardhësja direkte e melatoninës, hormonit të gjumit. Stimulimi i pikës HT7, shemen, dërgon një impuls në bërthamat e rafes në trungun e trurit, vendi ku prodhohet pjesa dërmuese e serotoninës. Kjo është arsyeja pse kjo metodë nuk është thjesht një mashtrim i momentit, por një ndërhyrje biologjike. 30 sekondat e para, trupi fillon të ul prodhimin e adrenalinës. 60 sekondat e para, nivelit i serotoninës fillon të stabilizohet, duke krijuar ndjesinë e sigurisë. Pas 2 minutash, truri fillon të fikë qendrat e alarmit, amigdalen. Si ta bëni këtë në publik, pa u vënë re? Një nga sfidat e ankthit është se ai shpesh na godet në vendet më të papërshtatshme. Në një mbledhje, në autobus, apo gjatë një bisede të tensionuar. Ju nuk mund të filloni të bëni ushtrime frymarrjeje të zhurmshme apo të shtriheni. Teknika e përshëndetjes së fshehtë. Mund ta mbani dorën e majtë me të djathtën, sikur po luani me orën ose po rregulloni manshetën e këmishës. Vendosni gishtin e madh mbi pikën shemen dhe ushtroni presionin ndërkohë që mbani kontaktin me syt me personin përballë. Askush nuk do ta dijë që ju po fikni sistemin tuaj të alarmit në ato momente. Kjo ju jep një ndjenjë kontrolli mbi veten që është, në vetvete, kundër helmi i ankthit. Kur ankthi kthehet në bllokim mental, ndonjëherë ankthi nuk na lë pa gjumë, por na lë pa fuqi për të menduar. Në këto raste, pika në kyç mund të kombinohet me pikën e tretë, yin tang, që ndodhet eksaktësisht mes vetullave. Shtypni kyçin e dorës, HT7, për 30 sekonda. Menjëherë pas kësaj, me gishtin tjetër, masazhoni lehtë hapësirën mes vetullave me lëvizje rrethore. Ky kombinim funksionon si një restart për sistemin operativ të trurit tuaj. Ai heq presionin nga kraharori dhe zhvendos vëmendjen te qartësia mendore. Psikologjia e prekjes. Pse funksionon vetëndihma? Ekziston një element psikologjik i fuqishëm këtu. Kur ju shtypni dorën tuaj për të qetësuar, ju po i dërgoni një mesazh në ndërgjegjes. Unë jam këtu për veten time. Unë kam mjetet për të kujdesur për veten. Kjo ndjenje e auto-efikasitetit është shkatëruesi më i madh i pafuqisë që ndjen një person me ankth. Në vend që të ndjeheni viktimë e një sulmi paniku apo e një nate pa gjumë, ju bëheni operatori i trupit tuaj. Kjo zhvendosje nga roli i pasivitetit në atë aktiv ndryshon gjithë arkitekturën e reagimit tuaj ndaj stresit. Një sfidë për sonte. Sonte, kur të fikni dritat, mos prisni që gjumit ju marr. Mos luftoni me jastëkun. Në vend të kësaj, vendoseni dorën e majtë lirshëm mbi bark. Gjeni pikën shemen me gishtin e madh të dorës së djathtë. Mbyllni sytë dhe numëroni deri në 30, duke u fokusuar vetëm te pulsi që ndjeni në atë pikë. Do të habiteni se sa shpejt trupi juaj do të fillojë të lëshojë peshën e ditës. Lidhja mes ankthit dhe sistemit ton tretës është aq e ngushtë sa shkencëtarët shpesh i referohen zorrëve si truri i dytë. Kur shtypni pikën në kyçin e dorës, shemen, ju nuk po qetësoni vetëm rajet e zemrës, por po dërgoni një sinjal paqeje poshtë drejt aparatit tretës, i cili është i pari që ngrihet ose përdridhet kur jemi në stres. Akupresura dhe fluturat në stomak. Shumë njerëz që vuajnë nga ankthi kronik, përjetojnë atë që njihet si gastriti nervoz, ose thjesht një ndjesi boslëku dhe pasigurie në stomak. Kjo ndodh sepse nervi vagus, i cili lidh trurin me organet vitale, është i mbingarkuar me sinjale alarmi. Si ndihmon pika në kyç? Duke stimuluar pikën HT7, ju ulni tonusin e sistemit nervor simpatik. Kjo lejon gjakun të rikthehet në sistemin tretës, nga ku largohet gjatë reagimit lufo ose ik dhe ndihmon në lëshimin e muskujve të lëmuar të stomakit. Kombinimi me frymarrjen. Për të maksimizuar këtë efekt, ndërsa shtypni kyçin, përpiquni të fryni barkun si një tullumbace gjatë thithjes së ajrit.
Kjo krijon një masazh të brendshëm për organet dhe përshpejton procesin e fikjes së ankthit fizik. Si të ndihmoni dikë tjetër në mes të një sulmi paniku? Një nga përdorimet më të fuqishme të kësaj metode është kur shihni një mik, partner ose koleg që po kalon një moment krize. Shpesh, fjalët si qetësohu kanë efektin e kundërt. Prekja fizike e udhëhequr nga dia është shumë më efektive. Krijoni kontakt, merreni dorën e tyre me butësi. Gjeni pikën, me gishtin tuaj të madh, gjeni pikën shemen në kyçin e tyre të majt. Udhëhiqni ritmin. Shtypni pikën e tyre dhe kërkojuni t'ju shohin në sy. Pa folur shumë, filloni të merrni frymë thellë dhe ngadalë vetë. Ata do të fillojnë instinktivisht të imitojnë frymarrjen tuaj, fal neuroneve pasqyrë, ndërsa presioni që ju ushtroni në kyçin e tyre do të fillojë të ulë fizikisht rrahjet e tyre të zemrës. 30 sekondat e artë. Mbajeni presionin për 30 sekonda në heshtje. Do të vëreni se si ngjyra e fytyrës së tyre ndryshon dhe si frymarrja e tyre bëhet më pak e vrushme. Mjegulla e mëngjesit dhe rëndësia e ritmit cirkadian. Shumë njerëz pyesin: nëse kjo pikë më vë në gjumë, a do të thotë që do të jemi përgjumur gjatë gjithë ditës nëse e përdor? Përgjigja është jo. Trupi ynë është inteligjent. Pika HT7 nuk është një pilul gjumi që ju vret vetëdijen. Ajo është një modulator. Gjatë ditës, ajo thjesht heq zhurmën e tepër të ankthit, duke ju lejuar të jeni më të fokusuar dhe më produktiv. Në darkë, kur nivelet tuaja të dritës janë të ulta dhe jeni të shtrirë, ajo shërben si ftesë për gjumin. Ajo punon në harmoni me ritmin tuaj cirkadian, orën e brendshme biologjike. Pse duhet ta besoni trupin tuaj më shumë se mendimet? Mendimet tona shpesh gënjejnë. Ankthi na thotë se jemi në rrezik kur nuk jemi. Ai na thotë se nuk do të flem kurrë, duke krijuar një profeci që vetë përmbushet. Por biologjia nuk gënjen. Kur ju shtypni atë pikë në kyç, ju po përdorni një gjuhë që truri nuk mund ta injorojë. Është gjuha e sistemit nervor autonom. Duke u fokusuar te ky veprim i thjesht fizik, ju po i tregoni mendjes tuaj se kush është në kontroll. Ju nuk jeni mendimet tuaja. Ju jeni personi që ka fuqinë të qetësojë vetëm me një prekje të thjeshtë. Kur kjo metodë kombinohet me pikën e tretë dhe stimulimin e veshit, ju krijoni një mburojtje të padukshme kundër stresit kronik dhe hipertensionit nervoz. Pika e tretë, yin tang dhe relaksimi i veshit. Nëse shtypja e kyçit, HT7, është butoni që ul rrahjet e zemrës, pika yin tang me zvetullave është ajo që fik projektorin e mendimeve negative. Si ta përdorni? Pas 30 sekondave në kyç, vendosni gishtin tregues me zvetullave dhe bëni një masazh të lehtë rrethor. Kjo stimulon gjendrën pineale, e cila është përgjegjëse për rregullimin e ciklit gjumëzgjim. Sekreti i veshit, pika shemen e veshit. Në pjesën e sipërme të gropës së veshit ndodhet një tjetër pikë magjike. Masazhimi i lehtë i saj me gishtin e madh dhe treguesin për 15 sekonda dërgon një sinjal të menjëhershëm relaksimi në të gjithë shtyllën kurrizore. Hipertensioni nervoz, shpëtimi i zemrës. Shumë njerëz vuajnë nga rritja e tensionit të gjakut sa herë që ndjehen të stresuar. Kjo nuk është gjithmonë një sëmundje kardiake, por shpesh një reagim i sistemit nervor. Shtypja e pikës në kyç ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut, vasodilatimin, duke lejuar që gjaku të qarkullojë më lirshëm dhe duke ulur presionin mbi muret e arterieve. Ky është një akt mirësie që ju i bëni zemrës suaj çdo natë para se të flini. Duke u dhënë 30 sekonda vetes, ju po i dhuroni trupit vite jetë më shumë. Përmbyllje. Fuqia është në duart tuaja. Në një botë që na kërkon të jemi gjithmonë on, të ndezur, aftësia për të shtypur butonin off, fikur, është superfuqia më e madhe që mund të keni. Ankthi nuk është një armik që duhet luftuar me forcë, por një fëmijë i trembur që ka nevojë për qetësim. Përmes kësaj metode të thjeshtë, ju nuk po kërkoni ndihmë jashtë vetes, por po aktivizoni laboratorin më të fuqishëm farmaceutik në botë, trupin tuaj. Përmbledhja e ritualit final. 30 sekonda në kyçin e majt, pika shemen për të qetësuar zemrën. 30 sekonda në parakra, pika P6 për të hequr nyjen në stomak. 30 sekonda masazh në vesh ose me zvetullave për të fshirë mendimet. Sonte, mos e lini veten në mëshirë të fatit apo të mendimeve kaotike. Shtypni atë pikë, merrni një frymarrje të thellë dhe lëreni trupin tuaj të bëjë atë që di të bëjë më mirë, të gjej paqen dhe të bjerë në një gjumë të thellë e rigjenerues.